Klubi handbollit Shqiponia në vazhdimsi po përgatitet për të paraqitur sa më mirë dhe për të pasur rezultate sa më pozitive në kuadër të Superligës së Kosovës në handboll në konkurrencën e femrave. Por përveç garave vendore, klubi handbollit Shqiponia gjatë ditës së nesërme do ta zhvillojë një ndeshje tjetër në kuadër të garave ndërkombëtare, ndeshje për të cilën na foli më shumë Dem Sadiku, kryetari i klubit të handbollit Shqiponia. Nesër e kemi ndeshjen e kthimit me ekipin vindëtor nga Zvicra, një prej ekipeve më të mira në Zvicër edhe prej ekipeve të mira të Evropës. Do të thotë nesër është një rast i mirë që dashamirët e handbollit ta shohin një ndeshje shumë cilësore, një ndeshje shumë të mirë, nga se edhe ekipi Shqiponia ka bërë përforcime dhe shpresojmë të do të paraqitet një lojë mirë. Sadiku po ashtu përmendi edhe rëndësinë që ka kjo ndeshje për ngritjen e nivelit të lojës së tyre ekipore. Është shumë e rëndësishme edhe për ekipin tonë sepse përfiton një përvojë shumë të mirë, nga se vërtet kemi të bëjmë me një ekip shumë cilësor, një ekip që është jo vetëm Zvicër, por ndoshta mund të hyjë në elitën e ekipeve të Evropës. Pra është një ekip me përvojë, me renome dhe për ne është nerë që luajmë me ta dhe unë shpresoj që të nxjerrim një rezultat sa më të mirë që është e mundur. Duke u bazuar në rëndësinë e kësaj ndeshjeje, Sadiku bëri thirrje të gjithë handbolldashësve dhe jo vetëm, që nesër të jenë prezent në numër sa më të madh dhe të japin përkraje vajzave të klubit të handbollit Shqiponia.